Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Allahun azza jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat në rreth agjërimit, dhe pothuajse kemi marrë shumicën e dispozitave që kanë të bëjnë me atë se çka është agjërimi, kushtet e agjërimit, çka preferohet në agjërim, çka është mekruh në agjërim, çka ndalohet në agjërim, çka prish agjërimin e kështu me radhë. Tash do të kalojmë te një çështje tjetër, ajo është se cilat ditë përveç Ramazanit apo përveç agjërimeve që janë farze, cilat agjërime janë të preferuara, cilat janë domethënë mekruh me agjëruar ato ditë, edhe cilat ditë janë të ndaluara me u agjëru. Sot do të marrim atë sa kena mundësi me marrë, se besoj që mundem me marrë të gjithat, mirë po do të marrim fillimisht duke filluar ato që janë të preferuara mu agjëru, që në qoftë se njeriu agjëron ka sevap, është përblejet, mirë po në qoftë se i lën nuk dënohet. Mirë po në parim, agjërimi është vepër e preferuar, e dashur te Allahu azza wa jall, pavarësisht a është ai farz apo sunet. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu la idla lahu, nuk ka si agjërimi. Ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e agjeron për Zotin një ditë, Allahu i largon atij fytyrën prej zjarrit të xhenemit 70 vite. Pra thjesht njeriu nuk duhet më mjaftua vetëm me Ramazan edhe me kry farzën, po ajo është domethënë shtylla e Islamit, po edhe pas Ramazanit kemi agjërime që realisht njeriu përmes tij afrohet te Allahu azza wa jall. E para e tyre është njeriu apo sunet, cilat janë ditë sunet më agjëru, janë 3 ditë për çdo muaj. Pra njeriu me mujt me agjërua spaku 3 ditë për çdo muaj është e preferuar, nga se kështu ka ardhur në për hadithe të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga më tepër se një sahabi. Ka ardhur prej Abu Hurairës, hadithi vërtet që ka thonë, më ka këshilluar i dashuri im, e kishte fjalën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me 3 çështje: me agjëru 3 ditë në muaj, me fal namazin e duhas. Namazi i duhas është namazi i cili falet mas lindjes së diellit dhe kur ngritet dielli në shtiz deri para se me ardh koha e drekës me hi zeniti, që këto salat e duha. Edhe mos me flajt pa fal namazin e vitrit. Pra thjesht me këto 3 çështje e ka këshilluar i dashuri i Abu Hurairës, Abu Hurairën domthonë ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairën, mos me lëm pa agjëru 3 ditë në muaj, mos me lëm pa fal namazin e duhas, edhe mos me flajt pa fal namazin e vitrit. Mirë po ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se agjërimi i 3 ditëve për çdo muaj dhe i Ramazanit
është si me agjeruar tër vitin. Mirë po, ka ardhën hadithin Abdullah ibn Amr ibn As, është një hadith i gjatë kur e ka pyet se ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të se domethënë edhe falet shumë, edhe agjeron shumë, edhe fillimisht kur dëgjon kështu ti thot pejgamberi sa më agjeroj 3 ditë se të mjaftojnë. Ai thot ja Rasulullah, unë kam mundësi më tepër. Thonë tajte, domethënë unë thot edhe më tepër mundem. Thot një ditë po, një ditë ja. Thot ja Rasulullah, unë mundem edhe më tepër. Thot kjo është agjerimi më i mirë, kjo është agjerimi i Davudit dhe nuk ka më tepër. Kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i mosh 3, edhe ka pas fuqi e takat, edhe i ka ardhur let edhe këtë agjerimin një ditë po, një ditë jo. Mirë po, ajo që ka qenë ngulitër në kokat e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur të fillojnë një vepër, edhe pse nuk është farz, realisht kanë qenë të vazhdueshëm në të dhe e kanë bërë vazhdimisht. E tregon ky sahabiu, thotë kur jam plak, faktikisht më ka filluar më marrë vështirë me agjeru tash një ditë po një ditë jo. Thotë sikur të kisha dëgjuar këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku më ka thonë që 3 ditë janë mjaftueshme, se është domethënë 1 me 10 si me agjeruar tër muajin dhe si me agjeruar tër kohën. Në mënyrë më specifike, pej 3 ditëve, këto 3 ditë mundesh me agjeru kur dush. Domethënë nuk është kusht mi nda mundesh, ka në hadithin e Aishës, fillim të muajit, mes të muajit, në fund të muajit, cilat dush, s'prish punë është sunet. Mirë po, më së miri është me muajt me i lidh, me agjeru 3 ditë e bardha, apo 3 net e bardha, se realisht ka të bëj me net, se kur është hone e plot, ose gati e plot, ato 3 net jenë domethënë të zdritshme. Ato janë nata 13, 14, 15 e çdo muaj. E për atë është mirë prej këtyre 3 ditëve ose me agjeru kur dush, po edhe nëse i zgjedh domethënë me agjeru këto ditë e bardha, domethënë është mirë, nga se kështu ka ardhur domethënë hadithin e Abu Dharrit se na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me agjeru 3 ditë muaj, edhe ka cekur 13, 14 edhe të 15. Pra thjesht 3 ditë e bardha, 3 ditë për çdo muaj me agjeru, nëse don në fillim, mes, në fund, ndash me la, ndash një radhë se s'prish punë, më së miri është nëse don me kon ditë e bardha 13, 14, 15, që është sunet, mirë po duhet me pas kujdes vetëm e dita 13 një herë në vit nuk agjerohet, ajo është kur është dita e 4 e Bajramit, domethënë nuk agjerohet ajo ditë nga se është ndaluar mu agjeru. Çështja po ditë tjera që janë të preferuara me agjeru, janë domethënë dita e honë dhe tajte gjatë tër vitit, jo vetëm muajin Rexhep apo në Shaban, po tër vitin kush ka mundësi me agjeru të honë tajte, është mirë, nga se ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë ditë ngritet në veprat në bazë javore. Domethënë të honë dhe tajte, e thot kam dëshirë që unë të ngritem veprat e të jem agjerueshëm. Kjo për të honën tajte, ndërsa për të honën në formë konkrete, e ka dhënë edhe një arsye tjetër, ka thonë se kjo është dita në cilën kam lindur unë dhe dita kur jam bë pejgamber unë, domethënë kur është shpall atina. Mirë po, këtë hadithin që për flas se pe arsye që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thot pe arsye pse agjeroj të honën është se është dita që unë kam lindur në të. Edhe ka shumë prej dietarëve me këtë argument argumentuan se bën mja festu ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot për shkak që jam lindur po agjeroj. Po ne u kisha bën një pyetje. Njeriu me agjerim a feston apo kur të prish feston? Na agjerim 30 ditë. Kur vjen Bajram e prishëm se ditë Bajrami, ditë feste, hajna dhe pina, që i bie që realisht festa nuk bëhet me agjerim. Festa bëhet kohën edhe pin. E një farformë në mënyrë indirekte, si kur po na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po për arsye pse agjeroj është dita e honë, mirë po agjeroj me i tregu se s'festohet kjo ditë dëmonë se jam ditëlindja jam. Pra thjesht është e kundërta çka argumentojnë ata se njeriu nuk feston
me agjerim, po njeriu feston duke hungër edhe duke pi. Çështja apo ditë tjera të cilat janë të preferuara, domethënë me agjerue, janë 6 ditë e Shevalit që do të na vinë tash mas Ramazanit, për sa të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e agjeron Ramazanin edhe pason me 6 ditë të Shevalit, është si me agjeruar tër vitin, edhe shumë prej dietarëve preferojnë që këto ditë me konë më herë mas ditës parë Bajramit, që thjesht me e kry borxhin sa më shpejt, edhe me konë, domethënë më herë mas Bajramit, edhe me konë të lidhura, edhe me kry borxhin më shpejt, po edhe i mësuam halep, domethënë me agjerim. Se kur janë nis tash që mësohesh me agjerim, janë nis me hungër me pi, shumë njerëzve ju vjen zor tash me u kthy dhe me agjeru. Për atë thojnë dietarët me preferuar është si të kryjnë Bajramin me fillue, domethënë me këto 6 ditë, edhe pse nëse i shtyn deri në fund nuk prish, edhe pse nëse i don me agjeru një herë në ditë, mas 2-3 ditë tjetër në kështu me radhë, nuk prish punë mirë, po është sunet me agjeru këto 6 ditë, edhe është më mirë që mi agjeru sa më shpejt edhe mi agjeru domethënë zbashku. Një mesele që e kanë cekur dietarët të çështja e agjerimit të 6 ditëve të Shevalit, ka qenë çështja se ai i cili e ka prish në ditë Ramazanit, a mja nis me i kompenzu ditë Ramazanit, a bën me i agjerue 6 ditë të Shevalit. Ka prej dietarëve që janë strikt, thojnë jo, pa i kompenzu ditë Ramazanit, nuk bën mja nis me ditë të Shevalit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e agjeron Ramazanin e pason me 6 ditë Shevalit. A kjo që se ka mujt me agjeru do ditë Ramazanit, hale se ka plotësu Ramazanin. Pra njerë plotësu Ramazanin e masandej domethënë fillo me ditë e Shevalit. Edhe duke e nisur në atë aspektin logjik se Shevali është sunet me agjeru, ndërsa Ramazani është farz, ata thonë që duhet me fillu me farz edhe jo njerë me sunet. Edhe dietarë tjerë thonë që çështja është më mirë. Mirë, po nëse janë ndrën vendin së prish punë. E këto janë shumica dietarëve. Se realisht po është farz me i plotësu ditë Ramazanit, mirë, po që ky farz nuk ka të caktuar. Domethënë i ka 11 muaj, nuk është vetëm në Shevalin që duhet patjetër me i kompenzu çdo ditë. I ka 11 muaj njëri me i kompenzu që to domon ditë Ramazanit. Plus ka ardhur prej Aishës radiallahu ta'ala anha se tregon vetë për veten e vet, edhe pse ka qenë gruaja e pejgamberit, në familjen e pejgamberit, me pejgamberin, thotë nuk i kam kompenzuar ditë e Ramazanit kaluar, vetëm se kur ka ardhur muaj Shaaban, domon muaj para Ramazanit. Pra thjesht më mirë është me agjeru ditë që të kanë ikë të Ramazanit, për shkak të udhimit, smundjes, gruaja për shkak të përmushjeve të saj, më mirë është me nis me farz. E masandej domethënë me agjeru ditë e Shevalit, mirë, po edhe nëse agjeron ditë e Shevalit që me nxon se vapin e këtij muaj, e masandej domethënë me agjeru farzin nuk prish punë, nga se ky farz nuk është vetëm një muaj, po përmend 11 muaje kur dush mundesh me e kompenzu dhe me kry. Kjo është mesele. Ditë tjetër që është e preferuar mu agjeru është muaj Muharrem, dhe ai tër muaj, nga se pej ditëve të javës janë 2 ditë të preferuara me agjeru, të hënë edhe tajte. E pej muajve të vitit janë 2 muaj mirë me agjeru, ai Shaabani për Ramazanit, që kemi cekur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeruar sa kena thonë thotë se sot e prish hiç, edhe ky muaj Muharrem, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se namazi më i mirë pas namazeve farze është namazi natës. Agjerimi më i mirë mas agjerimit të Ramazanit është pikërisht domethënë agjerimi i muajit domethënë Muharrem. Mirë po, në mënyrë të veçantë, përveç muajit Muharrem si tërësi që është mirë me agjeru, sa të mundesh, sa ki takat, sa ki vullnet me agjeru, sa ma shumë, aq ma mirë, është një ditë e këtij muaji që është data e 10 Muharrem, që quhet dita e Ashurës, ditën kur Zoti ka shpëtuar
Musën a.s. prej Firaonit, e që pejgamberi ka kaluar në Medinë, i ka pa jahudit të agjërua, i ka pyet se pse po agjërojnë, i kanë treguar se po agjërojmë se këtë ditë Allah azza wa jalla ka shpëtuar Musën prej Faraonit. Ka thënë pejgamberi do të agjërojmë se ne jemi më meritor për Musën se ju që e keni shtramu fenë e tina dhe e keni devijuar fenë e tina. Edhe ka ardhur në hadith vërtet se ai i cili agjëron ditën e Ashurës, Allahu azza wa jalla ja fal mëkatet e vitit kaluar. Mirë po, kësaj dite është mirë mundësisht me ashtuar një ditë përpara, me agjëru të 9-ën edhe të 10-ën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, qoftë më jep Zoti ymër me jetua dhe vitin e ardhshëm, do të agjëroj, domethënë edhe të 9-ën. Kjo ka qenë në fund jetës tina. Faktikisht pejgamberi ka filluar me agjëru ditën e Ashurës prej kur ka dalë në Medinë. Mirë po që të fjalën se sikur të më jep Zoti ymër me emri vitin e ardhshëm, domethënë do të agjërojt edhe të 9-ën, domethënë më jep bashkangjit 10-s, do të e bëj. Mirë po arsyeja pse? Arsyeja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një çështje të qartë. I ka pas vijat e ndara, atë që Allah azza ka thonë lekum dinukum waliya din. Ju e keni fenë juaj, unë e kam fenë time. Edhe nuk kam qef asgjë me pas të përbashkët me juve atë sa kam mundësi. Disa sene skiqare, domthonë pa kon njeriu ngjash me tjerët edhe mos më veçu, mirë po atë sa kam mundësi, e sidomos sa i përket adhurimeve, ku më munduat që faktikisht me pas që jetojmë na identitetin ton edhe me pas atë domethënë qartësinë tonë se na jem tjetër prej atyre. Edhe pse thjesht ka thonë po agjëroj ditën e Ashurës, do t'ja ngjes një ditë përpara që mos me koni njëjtë me ju. Edhe këtë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shprehi jo vetëm të agjërimi, po çdo sen nga se ka pas rregullën men tashabbaha biqaumin, apo ka thonë rregullën men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ai që i përgjason një popullit është prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka dosh më përgjasu as krishterëve, as jahudive, as zjarpotistëve, as mushrikëve, as kush se ka pas fenë e pavarur dhe të veçantë, edhe ka pas identitetin e veçantë. Përveç domthonë këtyre është e preferuar edhe muagjërua 9 ditë e Dhulhijhes. Dhulhijhes është muaj kur kryhet haxhi. Dhe më thonë, dita 10 e Dhulhijhes është dita e Bajramit, dita 9 është dita e Arafatit. E këtë këto 9 ditë para ditës Bajramit, kurban Bajramit, është mirë me agjëru, nga se ka ardhur hadithi i përgjithshëm e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se s'ka vepra më të mira që bëhen sa ato vepra që bëhen domethënë në këtë 10 ditën e Dhulhijhes. E për këtyre të vepra të mira padyshim është edhe agjërimi. Edhe pse ka fjalë a ka agjëru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka agjëru, dikush domethënë thotë ja s'ka agjëru, dikush thonë ja ka agjëru. Realisht nuk ka senën më të qartë, argumente më i qartë është kjo që pejgamberi se që ka thonë nuk ka vepra më të mira se ato vepra që bëhen këto 10 ditë. E për vepra të mira padyshim është edhe çështja e domethënë agjërimit. Mirë po, në mënyrë konkrete, për këtyre 9 ditëve, dita e Arafatit është dita më e veçantë mu agjëru për ata persona që nuk janë haxh. Për ata nuk ka agjërim. Sunet nuk është me agjëru. Përkundrazi ndoshta sunet është me prish, për shkak se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka prish, tregon Ummul Fadl, gruaja e Abbasit, domethënë nona e Abdullah ibn Abbasit, thotë se i kam ofruar me pi diçka pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ditën e Arafatit, edhe e ka pinë mesin e këtë njerëzve me kuptu gjithë tjerë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është të agjërua, domethënë sot ditë e Arafatit. Por thjesht ai që është në haxh, ai që është në Arafat, domethënë për to nuk preferohet për shkak se ai ka obligime tjera, ka domethënë me bë dhikr, me bë dua, sidomos në pjesën e fundit të ditës së Arafatit mas ikindis deri në perëndim diellit që ka qenë për traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë kohë ka kaluar i drejtuar ka kibla edhe aton kom e të bë dua vazhdimisht, që realisht kërkon përveç koncentrimit, kërkon edhe domethënë me pas domethënë energji dhe me kon fizikisht domethënë mirë që me mujt me i përballu sfidës edhe qëndrimit në këmbë, edhe përkushtimit në dua, nga se edhe pse domethënë e kryen ditën e Arafatit, masandej ka obligime të tjera, qoftë në Muzdalife, qoftë Mina me gjugure kështu me radhë. Mirë po ata që nuk janë haxh. Tash është preferuar me agjëru 9 ditë. Mirë po në mënyrë specifike
ditën e Arafatit, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e agjeron ditën e Arafatit, shpresojmë që Allahu azza xal t'ia shtyjë mëkatet e vitit të ardhshëm edhe vitit të kaluar. Çështjet apo agjerim tjetër, dhe më thonë që është i preferuar më agjeru, është me agjeru në ditë po, në ditë ja, edhe kjo është agjerimi më i mirë, që e kanë fillim hadithin Abdullah ibn Omerit, Abdullah ibn Amr ibn Asit, kur ka posa dialogu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë unë mundem edhe më shumë, ka thonë agjeron një ditë po, në ditë ja, edhe kjo është agjerimi më i mirë. Nga sa i ka kërkuar me agjeru edhe më tepër, më thonë që mund për çdo ditë me agjeru. Mirë po i ka treguar se ti mundesh me agjeru, po realisht që kjo është çështja më e plotë edhe sevapi më i madh është që një ditë me prish, një ditë me agjeru. Elhamdulillah hala ka njerëz, domthonë faktikisht mos nisim në pe vetes tonë se po na vijnë vështirë punët e ibadeteve të adhurimeve, agjerimi edhe mendje pe kryejm farzin e Ramazanit, se përndryshe elhamdulillah ka njerëz që gjatë tërë vitit agjerojnë edhe 30 e muajit, edhe të hanë edhe tajte, e unë njeh edhe persona që agjerojnë një ditë po, një ditë jo, nuk janë arab e të Arabisë, por janë shqiptarë musliman të këtij vendi, elhamdulillah e mos na lo Zoti edhe pak se musliman. Mësandej ka filluar autori dhe ka dalë në temën tjetër se çka është mekruh me agjeru. Dhe që tash ato 8 çështjet e cekut që cilat janë sunet me agjeru, se ditë e bardha, 3 ditë prej, domethënë çdo muaj, të hënën tajte, domethënë Shawwal, këto këtë janë sunet me agjeru. Tash po del me tregu se çka janë domethënë mekruh dhe jo e preferuar. Që thash mekruh është nëse i lën shpërblehesh, nëse i bën nuk dënohesh. E ka cekur dikon një 6 lloje të agjerimit, të cilat janë mekruh me agjeru. E para është çështja e muajit Rajab. Muaji Rajab është para Shabanit, Rajab, Shaban, Ramadan. Muajin Rajab me veçu me agjerim, thjesht me agjeru krejt, qysh preferohet me agjeru shumica e për shembull e Shabanit ose shumica e Muharremit, domethënë që thash është sunet i fortë me agjeru këtë muaj, me shkon këtë logjik, me thonë edhe po agjeroj muajin Rajab, domethënë dietar thonë është mekruh. Pse thonë është mekruh? Se këtë muaj në kësi forme me veçu me adhurime ekstra e kanë veçuar ata që kanë qenë pranesh, domethënë ata të kuasin një ronë se kur kanë qenë musliman, qoftë ata mushrike kështu me radhë. E rregulla ishte se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte parim se çdo gjë që ka të bëjë me fe tjera, realisht u distancante dhe nuk donte që të adhuron Allahun azza xal o të bën vepra që i bojnë edhe ata. Po, thojnë dietarët nëse ky lidhet ky muaj me një muaj para prak apo me një muaj pas tina, për shembull lidhet Rajabi me Shabanin, edhe e agjeron shumicën e tina, qysh është tradit për shembull të na përpara plest e kanë agjeruar shumë Shabanin, Rajabin në Shabanin 2 muaj para Ramazanit, ose në hanën tajte, domethënë këty në 2 muajve sene, nëse i lidh sprish punë, e lejuar është. Me agjeru veç Rajabin është mekruh. Ndërsa Shabanin sa të mundesh me agjeru, domethënë është mirë. Ka ardhur prej pejgamberit radhiyallahu ta'ala anhu se kur i pa ka njerëz tu e agjeru, tu e veçu këtë muaj me agjerim, i ja u hike durve, e thejke merrni durt, merrni hani bok edhe prishni. Se në farformë tregu se sot kjo muaj që duhet me u veçua që me e madhrua, nga se këtë e madhronin dikush tjetër përveç domethënë para Islamit. Çështja tjetër që thonë dietarët apo ditë tjetër që është mekruh me agjeru, thonë dietarët është mekruh me agjeru ditën e xhumë, mirë po me e veçu ditën e xhumë. Me agjeru ditën e xhumë vetëm, as nuk agjeron tajten, as shtunën pas ditën e xhumë. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos e veçani ditën natën e xhumës, që i bën tajten mbrëmje, me në namaz ekstra, as ditën e xhumës me agjerim ekstra. Ka në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashortja e tij Juwairiya ibnatul Harith
e ka pa pejgamberi sa të agjeru ditën e gjuma. Ka thonë, a ke agjeru dje? Ka thonë jo. A ke me agjeru nesër? Ka thonë jo. Ka thonë atëherë prishe. Që i bie që qofse njeriu agjeron, dhe më thonë vetëm tajten, vetëm gjumon, është me agjeru për shkak këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po janë dy çështje. E para, qofse një njeri vjen thot, unë gjatë tërë javës hoxh jem punë. Zakonisht s'kam mundësi për shkak të angazhimeve të mëdha që i kam me agjerua, vetëm me ditë që e kam programuar që edhe për shkak të gjumos më fal, e ku marr pushim gjumon. Edhe çfarë ditë edhe me agjeru më vjen lehtë. A bën me agjeru kë ajo. Kë s'është të dosht me veçue pse është e gjuma. Po për shkak domethënë që ditë ka pushim. Edhe që ditë i përshtatet edhe ka më lehtë me agjeru, apo me agjeru ajo, domethënë ka për dietarët që thonë sprish punë, domethënë nga se kë nuk ka të dosht me veçue, me adhurua, domethënë gjumon, domethënë me adhurime ekstra edhe për atë lejohet. Apo formë tjetër. Qofse një njeri thot hoxh e kam një ditë të Ramazanit pa agjeru. A bën me agjeruat që të gjuma. Sot është tajtë nesër me gjuma dhe me kry. Tash kësë po dëmë me agjeru pse është e gjuma. Thjesht ka koincidu me konë e gjuma nesër, po dëmë me agjeru një ditë farzit qoftë Ramazanit, ose mund me konë nej domethënë kefaret që është betu, ose ka mundësi në agjerim që është zëtim e kështu me radhë, mirë po e ka një arsye tjetër, jo pse është e gjuma dhe me veçu për gjuma. Edhe këtu ka për dietarëve, domethënë që thonë sprish punë, domethënë këto dy raste, përderisa nuk ka ardhur dhe nuk e ka veçuar me adhurim të veçantë, domethënë gjumon. Çështje tjetër, që e cekun domethënë pe mukrohateve se është me krum me agjeru. E cekun dietarët ditën e shtunë. Nga se ka në hadith vërtet, në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë mos e agjeroni ditën e shtunë, përveç kur është ditë farze, domthonë ditë Ramazane. Edhe në qoftë se s'keni mundësi me prish diçka me një gjethet të rrushit, a me një rroj të drunit, edhe prishne. Mos e agjeroni ditën e shtunë, vetëm se çka është farz, veç çka është në Ramazan. Edhe mos paqet me çka me e prish ditën e shtunë, me gjethet të rrushit ose me rrojt në drunit edhe prishne. Mirë po të që këtë hadith ka djetarë, dhe më thonë që kanë pas fjalë të mëdha, qysh prej herët se ka prej djetarëve që këtë hadith, dhe më thonë është jo i sakt, edhe i gjenë dëmësi këti hadithet dhe këti transmitime, ka djetarë tjerë që thonë është i vërtet, edhe janë strikt, edhe thonë nuk bën me agjeru në qëfar dhe rastive, që këfar dite është Ramazan, e ka prej tyre që thash, thonë hadithi është sahi, mirë po hadithi është pa afërsishtësia i gjumos, se në qoftë se e lidh me një ditë përpara ose përmas nuk prish punë, nga se në qoftë se dëgjut hadithin e asaj grusë pejgamberit kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ke agjeru dje që e bjene ajte, ka thonë jo, a ke me agjeru nesër e shtune, e ka thonë jo. Atër ka thonë prishet gjimon, mirë për kër e ka pyta ke me lidh nesër me qëtunin, një farëforme u kuptu se që ufse e kështë lidh s'prish pun, e agjeron të sunën me të prempen, nuk prish pun, e thash, ka për i djetarët që thojnë hadith është i dopt, ka për i djetarët që thojnë hadith është i vërtet, mirë po është si të e gjimoja që mos me veçue, ashtu siç nuk e veçojmë gjimon, mos me veçu qëtunën, po me agjeru me një të para ose mbrapa, e ka për atyne djetarëve që në mas strikt, dhe më thonë në këtë mesele, thonë që kurse se nuk bën me agjerua, dhe më thonë ditën e shtunë, përveç ka është ditë, dhe më thonë farzë. Çështje tjetër, apo agjerim tjetër që kanë cekur djetarët, është agjerimi i ditës së dyshimt. Dita dyshimt është ajo ditë e cila realisht është dita 30 e Shabanit, e të cilën nuk e dim se këna pohonën, a është, dhe më thonë, Ramazan, dita e parë Ramazanit është dita 30, dhe më thonë e muajt Shaban, dhe më thonë është mekro, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa i cili agjeron këtë ditë, ditën e dyshimt,
dhe më thonë vetëm se ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse i kena cek qysh fillim kur kena folur për çështjen se si shihet huna e re edhe si hen Ramazani, kena cek se mendimi më i saktë është kjo që po thojmë tash, që është me kërëm muaxhiru këtë ditë, mirë po ka dietarë që e lejojnë këtë ditë duke argumentuar në hadithe tjera, domethënë se nëse nuk shihet domethënë hona e re, atëherë shkurton e muajin Shaban, që në farforme e blenë muajin Shaban, 29-ën e 30-ën agjerani, domethënë kanë këtë argument mirë, po argumenti më i qartë është ky dietarë që kanë thonë që ai cili e agjeron ditën e 30 muajit Shaban, vetëm se ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo agjerim tjetër është mi parapri dhe Ramazanit me një ditë apo dy përpara, për shkak ka ardhur Ramazani mas 2 ditë hen, aja nisët pianisën, apëtën po bën hagate një 2 ditë përpara se 3 për agjeroj. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos të bën askush një gjë të tillë, mja parapri Ramazanit me një ditë apo 2, përveç ai person që ka ditë me agjerue, ale të agjeron. Për ndryshe, vetëm se po vjen Ramazani, mja parapri Ramazanit me kësaj agjerimi, domethënë nuk bën. Edhe e fundit që kanë cekur dietarët është çdo festë e pabesimtarëve, që ata e marrin për të madhruar diçka, e që është e tyre e nuk ka të bëjë me diçka me pejgamber dhe me fenë tonë. Njeriu me i agjeru ato ditë, domethënë është me kro muslim, ndoshta edhe mund me ardhë edhe dejte e ndaluara. E këtë këto që ai ceka janë me kro, përveç në qovë se ka pas adet me agjeru. Tash është me kro me agjeru ditën e 30 Shabanit që dita e dyshimt. Po me qëllu që e ditë e ajte, e kjo e ka zakon me agjeru të honët e ajte. Atër s'prish punë se ti si të agjeru, që pse është ditë e dyshimt, po jetë të agjeru për adetin tënë që e ki adet me agjeru të honët e ajte. Ose për shkak është ditë e xhumo, e ti e ki adet me agjeru një ditë po, një ditë jo. E kësaj radhe ka qëllu me agjeru të mërkurën edhe të premten. Atëherë a prish punë? Jo, nuk prish punë, se realisht nuk jetë të e agjerua për shkak që është e xhumo, po për shkak se realisht ti e ki një adet tjetër, ose agjeron të honën tajte, ose agjeron domethënë një ditë po, një ditë jo. E këtë të jenë me kro, thash në qovë se nuk përkojnë me një tradit dhe një sunet tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe arsyet që për te domethënë agjeron për diçka tjetër, jo për shkak këtyre ndalesave apo këtu në çështje që kanë aludu pejgamberit ose se është me kro mu agjeru. Ndoshta me kaq po mjaftohem, në ligjëratën e radhës do të marrim edhe ditë se kur është e ndaluar me agjeru. Deri atëherë mbetet në përkujdesin e Allahut azza wa jall. Allahu ja lehtësoft agjerimin dhe veprat e mira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.